Një 28 vjeçar I cili ishte I shpallur në kërkim për disa vepra penale është vënë në pranga nga shërbimet e policisë së Lezhës pas një operacioni për kapjen e personave në kërkim dhe personave që qarkullojnë me armë zjarri, lënë të narkotika ose sende të tjera të jashtëligjshme. Në momentin e ndërhyrjes për ndalimin e këtij personi, shërbimet e policisë kanë dëgjuar të shtëna me armë zjarri dhe menjëherë kanë ndërhyrë. Nga veprimet hetimore dyshohet se para ndërhyrjes së policisë për kapjen e të kërkuarit në automjetin e tij ndodheshin edhe disa persona të tjerë. Personat që ishin në makinë janë përfshirë në një konflikt mes tyre për motive të dobta, ku dyshohet se pasagjeri në këtë automjet dhe I afërmit të arrestuarit ka plagosur në këmbë me pistolet një 26 vjeçar, të cilin policët e kanë transportuar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pasi ka plagosur të riun, autori I dyshuar është larguar me shpejtësi në këmbë, ndërsa policia ka mundur që ta kapë dhe ta shoqërojë në komisariat. Ndërkohë efektivët tjerë janë vënë në ndjekje të automjetit ku ndodhi plagosja, që drejtohej nga 28 vjeçari I kërkuar. Ky I fundit në tentativë për t'u shmangur shërbimeve policore është përplasur me automjetin e tyre. Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi 3 armë zjarri, 2 pistoleta dhe një kalashnikov dhe municion luftarak. Claudio Buraku ishte I shpallur në kërkim në vitin 2023 për armbajtje pa leje, kanosje dhe shkatrim të pronës.